të luaje përballë Michael Jordanit? Dashuria e dytë. Dashuria e dytë. Dhe para 3-4 vitesh, në 20-23 isha në stadiumin Chicagos. United Center. Por kam përshtypjen. Ndonjë foto me statujën e Jordanit atje? Patjetër që e kam, por nuk e di, e parë nga ekrani dhe e parë në kohën e tyre, basketbolli ka qenë i komercializuar sepse Amerika e bazon sportin në komerc, por prap them që ka pasur kalibër tjetër lojtarësh. E parë ndeshja aty, Chicago Bulls nuk e mbaj mend se me kë luanin, pra kaq ishte interesi, tjetër gjë, ishte më shumë show. Patjetër që ka lojtarë shumë të mirë, do të thonë, patjetër që ka kalibër edhe sot e kësaj, patjetër që ka, por në pikpamje emocionale dhe personale mbetem e lidhur me atë gjenerat. Patjetër Michael Jordan nuk, do të thonë,